Ndërkohë që Erioni qesh me mesazhe, qa mesazhe? Me qa mesazhe? Do ta tregoj dhe ti do qeshësh kur ta tregoj unë mesazhin, është e madhe fare. Është një mesazh, nuk e tregoj dot. Sa është mesazhi, po do ta tregoj ty do më afsh drejt. Po. Do diskutojmë një temë fantastike. Jo, ja pritëm, po mos e thuaj. Jo, nuk e them. Mos e thuaj se është muhabeti, po. Gjelal! E ke gatru celulari, do të keqen, ja, kjo ishte, nejse. Mirë, se... Mirë unë qeshe, po ngellën ftuarit. Po të ftuarit do qeshin me një gjë tjetër. Do qeshin me një gjë tjetër. Ka ndodhur një ngjarje shumë e zakonshme. As pak e jash zakon. Pyetën ca njerëz i thanë, a i dini këto gjërat që kanë të bëjnë me Shqipërinë, si dinin? Po, sa vite ka një Tani u tërbuan njerëzit. Po. Tani këta që u tërbuan, që halli kanë o vlla? Pse tërbojni ju, më? Pse tërbojni ju, më vlla? Ushqim ushqeni, mëngjes, dreg, dark, se nuk e dëgjoni monologjet e Erionit ju, se ju duken këshu, e kupton që po thot ky. Dëgjoni ato, më ushqeni me ato, ngopuni, fryuni, shëndoshuni, bëuni obez. Bymeuni. Mirë t'ju bëj, Të bëjsh shëndet ju bëhet. Eva Caca, shkrimtare, vjen për herë të parë në emisionin tonë dhe jo për herë të fundit shpresojmë. Sevim Arbana, njëna njerëzit më të lashtë e emisionit Bardhazi, bashkë themeluse me emisionin. Dorian Meta, pedagogu imi preferuar, është në të gjitha dimensionet njerëzore. Deri kthehet, pas një mungese të pa justifikuar, Bona Miklej. Bona, na ke munguar, Bona. Nuk bëhet kështu me studion Bardhazi. Tani çështja është kështu. Tani ne nuk jemi këtu për disa individ, po jemi këtu për një moral të tërë shoqëror. Një shoqëri e cila çuditet, edhe unë u çuditet shumë, të them të drejtën. Ti u çuditet nga çuditja apo u çuditet nga ata? Unë çudita se si ka mundësi tani të mos dish se si quhej Nën Tereza, emri tamami Nën Terezës, Gonxhe Bojaxhi, mos ja dish asaj, që është, le të themi... Pse duhet ta di? Tani pse duhet, tani po mos ditë këtë, mos ditë ato tani çfarë di. Pyet, si për e pyetin ti? Ku mbaj mendon? Pyetën ta, ato që pyetën. Ja, u çuditë për çuditën apo u çuditë për pyetjen? Jo, unë u çudita pse këto nuk e pyetën ato që pyetën. Kupton? Përse e bën pyetjen. A pse i pyetën, çfarë doni të nxjerrë? Doni klikime moj. Po doni klikime moj. Ato që pyetën. Ose vim, duan klikime, sepse vetëm këto gomarrliqet hecin. Në YouTube, në Instagram, ja këto idiotësirat hecin. Pra bëjnë gjëra të mençura nuk hecin. Idiotësirat hecin me kujntal. Po të kisha një kec, do jaja veshin tani, po. Qa do të thot VIP? Qa do të thot VIP, ta thot Erioni. Po. Që ta shpjegojmë për popullin që nuk e di. VIP do me thënë, një njeri shumë i rëndësishëm. Që do të thot vetëm të jetë i njohur. Jo, ashtu si që di ti. Jo. Ajo të pyeti si që di ti. As je di unë. Në Shqip është shumë i rëndësishëm. Shumë i rëndësishëm. Si e di Erioni? Fjalorin në ndërkombëtar. Very important person. Do me thënë, një njeri që është shumë i rëndësishëm. Ti moti si e di tamam. A, unë. Mos i e kem mësuar kohët e fundit. Unë e di VIPs. Qërë si qips. Thjesht të jetë i njohur, besoj, unë s'ka bëj për dije. Po. U bëre njohur dhe sot ka mundësira plot për të bërë të njohur, se e kemi parë që bëhesh i njohur thjesht një budallë kthehen mbrapsht. Po kjo ka ndryshuar që janë blogera këta. Sa më shumë budalliqe të thuash jashtë më shumë Unë të paktën mendoj që nuk është problem se ato nuk dinë diçka. S'do të thotë kjo që s'dinë diçka, se neve nuk jemi inteligjent kudo. Bona. Në fakt ata nuk turpëroheshin nga pa dija e tyre. Problemi këtu është duart të okasim ne. Jo, unë do të thoja një gjë. Bëjmë këtyre. Unë do të thoja një gjë krejt ndryshe, që është në kundërshtim me ndoshta me emisionin. Unë do të thoja që pse ne po i anatemojmë këto vipat. Le ti quajmë vipa me që janë një... Po nuk janë vipa. Jo, mirë. Tu është çështja e produksionit. Produksioni duhet korrigjoj emrin. Duhet të thot Big Brother Albania, kaq. Vipa nuk janë. Atëre, pyetja me që u bë vipave. I kujt është faji që këto vipa të kësaj gjeneratës Z, aty ja dhe është dhe një gjenerata W. është një gjenerat tjetër. Po Gen Z-ja, shumica janë Gen Z, kujt është faji tyre? është faji i institucionëve, i arsimit, i kulturës, unë jam absolutisht i familjes, i shoqërisë. Absolutisht në mbrojtje
ignoranca është pjesë e jetës, kështu që... Ne që vuajmë nga mungesa ignorancës, se vuajmë ne të tjerë. Ne që vuajmë. Pse duhet ta hamë këtë gjë tani, se unë se kuptoj tani. E para njërë nuk kemi pse ta kryqëzojmë... Unë jam baby boomer. Problemi është që mos të kthehet ignoranca në trendi. Mos të kryqëzojmë njerëzit për mos dijen e tyre. Është bërë trend. Mos bëhet rol model, është bërë trend, është bërë. Po, e tha. Një sekundë ta gjem çikorin. Që nuk duhet të kryqëzojmë njerëzit për ignorancën e tyre. Absolutisht. Si fillim. E dyta, pastaj ajo është e lirë të thotë çfarë, e mbas edhe e ka ditur dhe ja ka futur kot. Po atëre këta ka dashur të provokoj. Këta njerëz. Jo, ata nuk janë model, ata modele i bëjmë ne, kështu që ideja është përpara se të flasim për këta njerëz, sepse në fakt është shumë mirë që ne sot flasim pak edhe për se çfarë do të thotë një VIP, një very important person. Është një person në fakt që ka një ndikim në vendimarrje, ka një ndikim në emocione, ka ndikim në ndjesira. Jo, një sekond. Dosjet Epstein, do më thënë, këta janë... Jo, nuk janë vipa. Vipat janë ata që lën një shenjë, që lën një legacy. Pra, këtu flasim... Ajo nuk është shenjë. E di pse, sepse janë njerëz pa përmbajtje. Pra, kur ne shikojmë një person... Janë... Pse, një sekond, më falë. Si kush? Miri. Po jo, miri, se tani po flasim... Absolutisht. Kur ti shikon provokime, kur ti shikon skandale, kur ti shikon ngritjen e zërit, çfarë legacy, pra çfarë shembulli ti jep, ajo nuk është një VIP, ajo mendoj më falni, jam plera. Sepse ne promovojmë... Sora edhe Bilbili, të dy kanë zë. Me gjitha të... Po askur se pëlqen Sorën, më falë, të gjithë pëlqen Bilbili. Nëse Sora në zërin, zhurma e saj Bilbilin e dërgon në shtëpi. Ato janë produkti shoqërisë. Absolutisht. Ne këtu duhet ndalemi. Ato janë produkti shoqërisë. Ato janë produkt ne përderisa shikojmë. Tani, unë jam dakord me... Unë jam dakord, shiko. Ne po shajmë vetëm këta ignorantët, dhe bukura është që ata që shajnë janë vetë ignorantë. Këtë si ma shpjegon ti mua. 60% e njerëzve që shanin, nuk i din vetë ato pyetje. Nuk i din. Po le ti bëhet parlament. Jo, një sekundë dha. A i se di, nuk e di. Edhe unë, për shumë, më pyeti djali im njerë, kur u bëj njerë tjetër kjo, më tha, kush ishte presidenti para Amerikan? I thash unë, se di. Jo e diti. Jo se di, thash, nuk kam nëjë detyrë ta di se kush është presidenti para Amerikan. Do më pyet kush ka qenë presidenti para shqiptar atë ta them. Asa të se di. Tani, çështja është këtu. Ndonjëherë, pyetja mund të jetë që s'di ta përgjigjesh, s'di valla. Nuk di. Çfarë do të thonë s'di? Prandaj e nisa me teorinë që ignorancën që secili për nesh ka nuk duhet kryqëzohet. Nëse kjo të mos promovohet, mos dish emrin e fishtës, të lutem tani. Tani të lutem, mos dish emrin e fishtës, Erion. Cili është mali më i lartë. Di emrin e Balzakut. Dim sa vite ka një shek. Di emrin e Monte Cristit. Di emrin e klubit, do me thënë që se dim ne. Ore, dia është një Jelena. Para disa vitesh, profesor për Parim Kapa bëri një intervistë me VIP-a, që janë maja e drejtësisë shqiptare. Ajo ishte do me thënë se ato nuk dinin figurat më të shquar dhe më dominante të fushës së drejtësisë, që janë Bibla. Do me thënë, unë që pretendoj që kam baruar letërsi, që jam kritike letrare, të më bësh sa pyetje për parimet bazë, kush është babai i poezisë, për shembull, unë duhet ta di, them Whitmani, sepse është babai që ka hedhur themelet. Ato nuk dinin, dhe ato janë VIP-a në kuptimin më të plot të fjalës, dhe në këtë drejtim shoqëria jote. Një sekond. Sa këto të zi, këto kalamajt nuk janë VIP-a. Nuk janë VIP-a produksioni. Osef s'është kështu, ja po ta them unë. Duke uruar profesor Kabos njerë, që të ketë shëndetë mirë se nuk ka qenë shumë mirë, kështu që urojmë edhe si studio, unë them kështu, që ndonjëherë, njerëzit janë shumë të specializuar në këtë gjë. Unë i njoh ata persona, disa nga ata, të cilët nuk u përgjigjen për pyetjen e Kabos, por janë ekspert në një fushë tjetër. Thjesht mund të mos të, mund të del na mendja valla, mua më kanë dalë njerëzit. Ore mund s'po mbajta, ta se më vjen tani se vjen i natë. Njerë nuk mbaja mend fjalën xhiraf. Nuk e mbaja mend, nuk më vinte fjala xhiraf të mendje. Isha në emision live dhe nuk më vinte fjala xhiraf të mendje të më vrisje. Çfarë do të thonë kjo tani? Erion, ne duhet të mërzitemi se nuk e dinte X-i nga ata, që është askush,
nuk e dinte se qa emri kishte e fishta emri gjatë. Tani, bëjmë... po ti se din ata që janë parlament, nuk din ligjet që bëjnë, grendorën dhe s'di qa votojnë. Që ju Jo, tani se më vjen... me pyetet që ju bën këtyre... Tani se s'dua ti ashu ata njerës, ti rëndojmë ko tani. Duhet t'i anatemojmë ato për 2 arsye. E para, s'jam vipa, e dyta është brezi gen zëja që kanë kaluar Covid. Jo, këtu ju kundërshtoj të dyve. Këtu ju kundërshtoj të dyve. Brezi që të gjithë po hanë ushqimin fast food që po jep ekrani shqiptar të gatshëm, pa norma edukative, pa asnjë lloj norme dhe kriteri edukate, etike, përpiqen shumë moderatorët e studiove, por ai është ushqim i gatshëm. Në shkollat. Tjetër, përgjegjësit e parë për mendimin tim është publiku, i cili i duar troket dhe i pëlqen të shojë atë. Jo domosdoshmërisht duhet që patjetër dikush që të cilë argëtim duhet të jetë i paditur. Këtë unë nuk jam. Dhe tjetra. Po çfarë duhet bëjt publiku? Të rrinë TikTok që çojë po të njëjta gjëra, çfarë programesh ka? Çfarë përpjekjesh ka? Publiku i ka qesh me ato, qesh me një. Aty është futur një gërsir, një burr 300 kg, që vetëm shan me një fjalor të frikshëm, që është dhunus dhe publiku qesh, e kërkon, e klikon, produksioni e mban edhe s'ka kritere. Se prodhon klikime, po. Si ta është buri ideal. Jo more se bura ideal nuk kam buri është shumë e muskuj me rrije qërat, po. Këto modele duhet vazhdojmë kja. Kjo është një mënyrë për të bërë i famshëm. Eva, dëgjën që kësha thasi ishte ajo fjalia para së? Ajo e tangës, po. Dhe qa po vishën burat? Me tanga nuk kam më bura. Ajo është një mënyrë për të... Tani, çështja është kjo. Nëse do t'i referohemi këtyre personave që janë brënda ati ambienti, për ta bërë edhe një qik muhabet më serios, ai ambient njerë është i përzgjedhur dhe është i krijuar nga njerëz që marrin vesh nga elementet sociale, psikologjike dhe ndërveprimet shoqërore. Shumë e saktë. Pra, nuk është një program i bërë nga çunat e lagjes, apo nga vajzat e lagjes, ajo është pasi pin alkoolin. Tani, duke qenë se këtu është marrë për bazë një eksperimenti Stanford i bërë me studentët e Stanfordit në vitet 40, paka shumë i ngjashëm me këtë. Pra formati përzgjedh ata njerëz të cilët përmbushin 70-80% të audiencës. Ska qenë kjo ideja e formatit. Situata është më alarmante. Ky realitet pasqyron 80% që do të thuash, po. Po, pasqyron 80% të shoqërisë. Po. Edhe qëfar? Po qëfar? Dhe ne duhet vazhdojmë? Jo, absolutisht. Komisioni televizionit, apo? Ka dalë Viku ana edukative, nuk është shumë. Emisioni, televizioni ka dalë nga koncepti që ka patur televizioni nuk ka më një mision. Nuk ka mision. Nuk ka. Që nga momenti që është hequr teatri i kuklave ke RTS-ja apo elementi i një gjëje pozitive, tash është... Po fillojmë dhe ne modali me tanga këtu. A mund të them diçka? Erdion, nuk se televizioni, nuk e paska, jo, atere. Jo, unë me tanga, ka emisioni edukative, nuk ka asgjë që duhet të bëhet, klikohen dhe vetëm këto, nëse ne nuk shohim atë që përmendi zotëria 1 minutë më përpara, pra nëse nuk del ose kështu, ne dim që në Big Brotherin 10, duke se ishin 5-6, se nuk e kam ndjekur, po të paktën ishin 5 persona që nuk e di nëse të gjithë ishin vërtet homoseksual, apo u desh në njërit që të bëj i famshëm dhe e tha. Pra këtë nuk e dim... Përdorun audiencën. Situata është më alarmante se sa Big Brother. Situata është akoma dhe më alarmante se sa në Big Brother. Pse? Statistika tregojnë që adoleshentët janë ndjekësit më të shumt të gjithë këtyre në thonjza VIP që janë në TikTok, që promovojnë sharjet, që promovojnë bullizim, që promovojnë dhunë fizike, dhunë psikologjike, dhe po të shikosh me mira dhe qindra adoleshent që janë të moshës 13 vjeç. Pra, ata ushqehen, truri tyre, identiteti tyre, është duke u dëmtuar. Mami dhe babi ti shojnë Big Brotherin me të, do ushqehet. Po pikërisht pra janë to provozimet që ne... Nuk e kuptoj se bën përshtypje fakti që këta njerëz janë paditur dhe ignorantë. Mami dhe babi se janë gjithë në shtëpi dhe s'ka kontrol. Po ne kemi pushtetarët që kemi më të mirë. Ata për fushën e tyre din shumë mirë, nëse pushteti Big Brother i madhësh, është një Big Brother i madh. Shiko ç'a ndodhi se vim që ta tregoj. Në Itali, në 2019-ën, në një institucion të ngjashëm, nuk dinin ato se kush ishte Dante, se kishin dëgjuar Danten kur. Pra ata që ishin brenda. Dhe ç'a ndodhi? Që në ai moment vun ligj ata, vun një rregullore që tha, do t'i bëjmë një testim
Edhe në Francë, kur shko në Francë, ti e di, në Francë, kur del në televizor, të bë një testim. Nuk të nxjerr njëri kështu në televizor, kështu si kërpull. Vetëm se ka një kleç. Janë model edhe këngët që kemi, për të pak në ishim tek moshat e adoleshentët. Adoleshentët, unë kam një djalë 12 vjeç. Më ruan mua që të mos jem dhe këngët e tij që dëgjon kush janë. Janë katastrofike. Promovojnë dhunë, armë, prostitucion, tekste të të mërshë. Rep ato Kur thua që jashtë kuptuan që duhet bërë një test, është sepse shoqëria dhe... E ke reaguan? Përveç asaj, intelekti mesatar i shoqërisë italiane nuk mund të krahasohet me intelektin mesatar të shoqërisë shqiptare. Njëkohësisht ajo franceze, ajo spanjole, jo. Pra, kjo është edhe këta i kanë po flasim si shumë për pjesën negative, më falë, më flasim çik për pjesën pozitive. Pse mos promovojmë ne artin, promovojmë të ta pres shpejt fogë. Do të ta pres në zhargon akademik, në zhargon akademik apo në zhargon mësor. Nuk I ruhet vëlla kaq. Kanë nxjerr. Jo, kjo është shpreha tamam. Kanë nxjerr. Ma falni që nëse më do kujt mund I vi keq, po është kjo shpreha që përdorin fëmijët tuaj dhe thonë për ditë poshtë pallatit. Kështu që mund të them nuk do t'ja dim vëlla. Nuk ka në Facebook një gjë shumë me mend, me kulturë, me pikërisht me mesazh asnjë klikim. Shkruaj një budallik ti merr. Po jo se të kujtohet atëre kur u bë konkursi që doli Luan Rama, atëre miku jon I nderuar që doli që ishte një konkurs, e ndiqte gjithë Shqipëria. Gjithë Shqipëria e mbyllej mbas dite shikonte konkursin. Po edhe ka pasur edhe të tjera, ka qenë ato me muzike, me kështue, edhe Iva Mula ka bërë aktivitet shqiptare, gjithë ka konkursere. Për një shtet, ne jemi pra faji është juaj, ka 28 ju dietarët jeni strukur dhe keni lënë ignorantët. Të lutem. Kjo është, jo këtu më dole në temë. Shiko, ka një fjali të Twainit që është spektakolare. Nëse ti do vihesh përballë me ignorantin, me kujdes se do të rreqi nivelin e vet dhe je I humbur. Kështu që dhe ç'a bëni ju jeni strukur, ë? E kanë dëgjuar edhe një herë tjetër në një bisedë tavoline që intelektualët, madje kemi diskutuar edhe me studentë. Një intelektual mund të përpiqet të ndezë një shkëndi. Dhe e ndezi brenda një aule, brenda një teatri, kudo që tjetë. Dhe janë ata 50 veta në euforinë emocionale, ku të këta të 50 shikojnë me njëri tjetër dhe thonë, me të vërtet ke shumë të drejtë. Me të dalur se cili vjen ke hallet e veta dhe ai entuziazëm është I haruar. Kjo ndodh në shoqërisë e jona. Po ne për tonë, po ja pra neve jemi këtu. Jona s'ka, po, pikërisht. Ne jemi këtu. Një sekond. Po nivelet të ditura të mençura, pse nuk pranohen brenda këtyre ti babulli? Unë nuk ana temoj që është e lotshme. Pse atëre jo, një sekond tani. Atëre jemi ne e keqja vet. Që promovojmë të keqen. Shiko, jemi ne, sepse ne s'kemi arritur sepse modelet e mira nuk është se nuk ekzistojnë. Ne kemi ngritur familjen. Ne promovojmë modelet që kanë shkatruam familjen, shkatruam arsimin, shkatruam kulturën, shkatruam median dhe politika pastaj është konglomerat I gjithë pisliqeve që të mundshme që ka Shqipëria. Politika arriti qëllimin. Dhe ajo politika arriti qëllimit. Politika ty të bën ligjet, të bën politikat sociale, politikat e kulturës. Dhe ja kanë mbyllur gojën dhe intelektualëve. Intelektualët janë strukur, për ku mençurit dhe nuk dalin më dhe nuk e kapja lagjes. Ja kaq shumë të rëndësishme. Një sekond. Dhe ju jeni dorëzuar, ose jeni dorëzuar, edhe të mençurit janë dorëzuar. Po. Edhe Rion Kristo thot jam dorëzuar. Jo, s'kam thënë kur jam dorëzuar. Unë kam thënë nuk më plas fare, jo jam dorëzuar. Kam dalë pension. Jo, kam dalë pension. Po mirë më një sekond, si ma shpjegon ti mua tani me mendjen tënde, që janë 3 milion njerëz që shikojnë ty vetë që puthen. Hajde puthemi një herë tani, të marrim ja 5 milion shikime. Ja marrim gjithë, kupton? Se tani që po e mendoj. Ja ku e ke? Po do miliona. Nuk e, ore një sekond o Eva. Kanë parë një jetë ta njeri duke puth. Vdishin për parë njeri duke puth. Dëgjo, ne nuk dorëzohet. Dhe ku e puthi në qaf? Në qaf, as nuk e puthi tamam. Ti ishte në puthje me lap në një gjë bukur. Në qaf. Mos... Kështë? Mori buri Orneles? Jo dha, rinqet se... Rezi, shëri qëtë se... intelektual. Se s'ka nevoj të më marrë ti mua se mera jo tjetra direkt. Erion, ne nuk kemi dorëzuar, po ne nuk dëgjojmë. Po pra nuk dëgjojmë. Sepse është një turme madhe njerëzish dhe kjo është shoqëria jonë, sepse zotëria foli për një shoqëri që ka
me mira vjetë që bën hapa të natyshme drejt kulturës dhe misioneve. Ne s'kemi as kulturë, as mision. Ne jemi një konglomerat futja kot, e të shëqia futja kot, që njeri unë e nderuar ti si e vënd. S'ke modelin, rol modeli kene nuk është. Dhe në kohën që s'ka rol model ti, do kesh jo atë brez, po edhe brezi që vjen, do jesh shumë keq. Ne kemi besuar vendin, njerëzve që të paktën neve kemi me një mënyrë kemi votuar apo kemi besuar aty ku janë, që ndërtuan në 28 qytete, 25 burgje. A ju duket normale? Në një kohë që ne s'kemi teatr, ne s'kemi kulturë. Tirana s'ka muze. E di çka ka të keqe ky popull? Sepse ti po ndërtove salla, bagëti do kesh. Ka një bazë që është elementi i hipokrizisë. Do me thënë, në ka popull më hipokrit, paktën më aq popull sa mund të njohën dhe njohë mjaftueshëm, se ka mundëstua mjaftueshëm, në ka popull më... Që sot asë jetë vërtet. Do me thënë, më hipokrit se sa... Ore, e shanin ata që shikonin. Përveç ata që shikonin, e shanin, ata që shikonin. Ata që shikonin, këta që shikonin, dhe ata që se shikonin farë dhe që po këta më qa kanë që e shofin. Do me thënë, kur ne vim dhe themi që politika bëri këtë, shoqëria bëri këtë, ata vendosën, ore, këta, ne i vumër, ne. Nuk i vuri një... E tha Eva. E me gjitha të... Në një, më falë, në një pyetje. Ne kemi dakordsuar të tërbashk. Për deri sa e kemi dakordsuar, do t'i mbajmë. Kaq. Po ne kemi fuqin për ta ndryshuar këtë situacion. Një sekond, a mund ta mbaroj pak? Na janë dorëzuar apo na? Ne kemi fuqin për ta ndryshuar. Unë në fakt, pse mos e them që mediat në fakt kanë një fuqi shumë të madhe për ta ndryshuar mindsetin. Për ta shkatruar. Mindsetin. Tani po e shkatrojnë. Në mënyrë pozitive. Po e shkatrojnë. Jo, ta kanë fjalët që mund ta ndryshojnë. Mediat janë autorët e parë. Pikërisht pra na duhet një ndryshim. Unë duhet të them një eksperiencë personale, sepse unë kam dëgjuar mjaft, do më thënë reality shows, TikTok, që shikon njerëz pa përmbajtje, njerëz që në fund fare ti lodhesh, ti ke ankth, ti ke trishtim, ti e bosh. Dori një këngë, kohët e fundit, e Redon Makashit, ka marrë 600.000 klikime, dhe po të qikosh gjithë komentet, një sekund të gjitha komentet më të bukura që ekzistojnë. Sepse, një sekund, pse, po ja po ta themun, nuk ishin as njerëz që shanin, as njerëz që bërtisnin, por ishin njerëz, jo, kishte shumë komente dhe kishte shumë njerëz që thonin faleminderit, që na e keni bërë ditën e bukur. A nuk, këta janë VIP, këta janë ata që Noizi, sa klikime ka shkuar Noizi? Noizi, pra tje tani. 100 milion. Ka një... Dhe krason ti Noizin me Redonin? Absolutisht jo. Noizi ka drogën aty. Unë kam, duke qënë se edhe unë dhe Erioni merremi me të rinj, dhe kur themi të rinj, edhe unë dhe Erioni marrim që në moshën 18, sa futen në universitet, deri sa dalin nga universiteti. Tani, në 3, 4, 5 vite, pra 3 bachelor dhe 2 master, mund të them vetëm këtë lloj gjëje, që duhet të dalim nga konteksti i të thënurit vetëm gjërat që janë, sepse me pozitivitet, gjërat ndryshojnë. Po si duhet të gjërat ndryshojnë me pozitivitet. Gjërat ndryshojnë me këmbgulje. Me revolucion. Këmbgulja do revolucion, revolucioni si ndryshim. Tani, për sa kohë do themi se ky njerëz që mund ta bëjnë revolucionin, ka. Edhe të ditur, nuk ka, po disa njerëz janë ndodhur, disa janë në këtë Shqipërinë tonë të vogël. Jo, po brenda nesh flasim se na intereson fare. Bravo, dhe brenda nesh ka ndodhur revolucion. Po si do shkojmë në Europë? Jo, edhe brenda nesh ka ndodhur një revolucion. Nuk e dia ka ndodhur për ne apo se shkruajnë të tjerë që ishte 90-ta. Po si duhet të jetë një revolucion ka ndodhur. Çështja është, a mësojmë ne nga revolucionet? Absolutisht jo. Ore, ka vajtur nafta 2.20 litri. Le të vete 2.70. Në popull që së reagon për asnjë gjë. Jo, vazhdojnë hedhë. E pashun. Jo, ka ndodhur. Të gjitha makinat të rrugë, të gjitha, njëra mbi tjetrën. Makinat ishin kështu si mullar me barë. Do me thënë. Reagoj njerëzit për TikTok-un, u egzaltuan se ato dha përgjigje. Po ti egzalto se ti e vetë një gomar, që i bën ato pyetje dhe s'merr vesh. Kaq. I kemi kryqëzuar gabimisht, janë shumë okay për mendim. Jo, ato njëra është mis, tjetëri është strateg, një tjetër s'di që është... Në një kohë që në orën që është Big Brother janë tullur dhe lokale të shohë është DJ, njëri është... E me gjitha të mesazhet janë, të gjitha mesazhet që unë kam parë, ose reality show është shumë... Kam i plotësor shumë të bukur. Plotësor.
Disa pyetje nga gazetari dhe mykun e dashur Lutfi Dervishi. Ai ka të lëzë. Një, dua përgjigje sinqerta. Çfarë ngjyre kishte Kalikuqi Skënderbeut? Çfarë ngjyre përgjigju? Përgjigju. Jo, përgjigju. I kuq. Ja, njëri e gjeti. Tre të tjerët jo. Çfarë e kishte Gjergj Kastrioti Skënderbeun? Bona përgjigju. Biemër. Unë them që ka pas djaldaje. 3. Në cilin shekull jetoi Skënderbeu, në të kaluarën apo në të ardhmen? Kjo është pyetje. Po përgjigje të. Po përgjigje të. Do kaloni klasën. Në të ardhmen. Në të ardhmen. Po, në të ardhmen, Skënderbeu s'ka ardhur akoma. Po, më pëlqen. 4, kjo është shumë e bukur. Skënderbeu, një moment. Po, vetëm po erdhi me shpatën dorë. Po, do vi me reze lazer. 4, kjo është pyetje që duhet i përgjigjen gjithë shqiptarët, se ka bërë Lutfi Dervishi dhe ka qarë. Kundër kujt luftoi Skënderbeu? Kundër miqve apo kundër armiqve? Kundër miqve. Ko i gjetët këtë? Bona. Kundër miqve. Unë mendoj kundër miqve. Kundër të tyrve. Kundër të tyrve. Kundër miqve. Kundër miqve. Atë që zbëri do Turku për 500 vjetë këtu, e ka bërë vetë. E bëri TikToku. 5. Pyetje për gjithë publikun. A ishte Skënderbeu shqiptar apo turist? Emigrant. Jeni qetë. Jo, përgjigju. Jo, lëri këto mos jetë dhe nga përgjigju. Shiko, ja këtë skupton ju. Emigrant. Turist. 6. A kishte për krenare Skënderbeu apo dilte në betej me kapele dielli? Me kapele dielli? Pa kapele? Se ishte trimi madh. Ka pas kapele? Jo. Unë s'besoj se në atë kohë ka pas një kapele. Jo. Dhe ka pas qërpik të gjatë. Qërpik të gjatë, po? Për krenare. Për krenare, po. 7. Skënderbeu përdorte shpat apo dron? Dron. Jo, ju duke si shaka, po dronet përdorte më shumë se shpatën. Po qa ishin dronet? Gur, taki dhe gur. Gur dhe zift. 8. A jetonte Skënderbeu në shtëpi apo në shtëpin më të famshme në Shqipëri? Vetë në shtëpi më të famshme. Në shtëpi më të famshme. Në Shqipëri. Atere shtëpia me famshme bie Kala e Krujës. Pikërisht. Po? Atere ka një konfliktu, se unë e di që është një tjetër këtejna. Gasoreli. 9? E po e lëm këtë. Jo, prit. Jo, e lexoj. Ajo nuk është kala. Me kujdes. Ajo është 50 metra 90. Ajo është diçka tjetër. është më lartë. 50 metra është më shumë. Ajo. 9. Beteja e Albulenës u fitua me strategji luftarake apo me votat e publikut me SMS? Unë do të thënë me votat e publikut. Votat e publikut. Votat e publikut. Me thashe theme. Me votat e publikut. Po, me qofë? Ndimoj ChatGPT-ja. S'ke imagino Skënderbeu duke ChatGPT si ti mund turqit e madhe fare. Edhe turqit duke pjotur si të mundim Skënderbeun e madhe fare. Dhe e të fundit, a ishte Skënderbeu figuri historike apo personazh i reality show? Pyetje? Dëng, prit. Dëng, po. Mendoj reality show për arsye se vinte nga sultanati. Dhe ne dim që sultanati ka shumë... Pas ka qenë aktor filmi. Bravo. Jo zë jam, si do ishte përgjithër atyre pyetjeve Skënderbeuet, po të kishte qenë aty? Po të futi Skënderbeun të ta pesin për Skënderbeun. Unë kam pyetjen e fundit për ju tani. Dhe pyetja e fundit është, të kishit qenë ju të mos dinit do një përgjigje? Unë do të thosha se do ishit skuqur, do ishit zverdhur, unë do kisha dalë për jashtë. Atere do përgjigje unë i pari. Pyetje shumë e bukur. 1. Unë kam shumë frikë unë pyesën, ose po sikur mos ta di përgjigjen, dalë si plau. Jo, e kam për shaka. Po të tjere... Bona. Një sekund. Isha në një emision, Teli Donaliti. Dhe në mes të emisionit këputa një broçkull, pa dashje, krejt, do me thonë duke e ditur atë, po krejt më doli lapsus. E dje që është broçkull. Jo, e thash gabim, e thash pa dashje gabim, thashun, aktori madh filani, thashun. Po jo thaj se është ai tjetri. O i thashun, i që thashun, mos e jep këtë, thashun, se na ashtu fare, thashun, na degeneruan. Unë ishtë në mëndje, do me thonë, duke pasur njëri në mëndje, fola emrin e tjetër gabimisht. Pra, nuk është qëllimi... Po, është lapsus. Po nuk është qëllimi të diskutojmë këtë. Se nuk jam duke marrë me këta. Unë jam duke marrë me atë që është mbi këta. Po s'kam mbi këta. Si, shteti më. Mbi këta janë më punori se këta. Ai që është mbi këta është jashtë këtyre. Po, ai vet, ai di. Ona përgjigjen dhe mesazhin.
Të përgjigjet pyetjes që bëri Ornela. Po, përgjigjen e pyetjes dhe mesazhin. Mund të ma thuash edhe një herë pyetjen? Nëse ju do të kishit qenë atë situatë duke ju bërë këto pyetje dhe nuk do dinit të përgjigje. Si do reagoje? Më thënë, si do kishe, do ishe skuqur, do ishe zverdhur, apo do i keme Do ishte nxirr. Te këto tre variante. Me thënë të drejtën do më vinte shumë keq, do ndjesha keq që nuk do e dija përgjigjen, edhe normalisht do kërkoja ndjes. Është gjëja më normale dhe gjëja më njerëzore. Normale që të mos e dish një gjë. Shikoj, që ta shpjegoj edhe për publikun mirë, që ta kuptoni para se të asho. Ajo që ne dim, është vetëm një pikëz në raport me atë që nuk dim. Që që qardo lloj gjëje që dim, unë kam thënë, Sokrati ka thënë një shprehje të madhe, ka thënë, unë e di që nuk e di. Kurse unë kam thënë një tjetër, që është më geniale se Sokratit. Ma falni ju, se do ta them në këtë mënyrë që ta dëgjoni. Kam thënë, di çdo gjë që më duhet. Ato që më duhen i di. Ka plot gjëra që pyes këtë madamën këtu, i them, e di ti këtë? Ose pyes Sevin, Sevi e di që kam pyet gjithmonë. Sevi e di që kam pyet gjithmonë për gjëra, ose si është kjo gjëja? Unë kam thënë atë që di. Po, pra nuk është se i di të gjitha. E kupton thotë, si se di ti këtë? Në vetvete. Ju mëson gjithë jetën, apo? Unë e kam. Padituria është elementi i parë i kërkimit. Po. Domethënë nisemi edhe nga kjo. Dhe në momentin se por mund të them diçka që kur ti the kuptuar që se di, më jep përgjigjen e përgjigjen e pastaj më njëherë. Kur ai tha quiz, po të kishe vënë re, të gjithë taku drejtum. Do me thënë, automatikisht... Përgjeshmëria, pra. Pa tjetër, do vjesh në pozitë sepse... Orës të erdi. Ka një, eksakte, ka një... Nuk të erdi, rol edhe nuk të erdi përgjigja. Çfarë do kishe bërë ti? Është ajo që e ke në majtë gjus, po s'të vjene. Mos të kisha ditur një përgjigje. E para pranohet njërë që këtë nuk e di si argument dhe s'ka në gjë për do ofenduar. Dhe pa tjetër një pyetje tjetër, se thoja, kjo është një argument që nuk e zotrojmë, se s'ka... Jam i sigur që mund të bëj 10 pyetje që ti si di. Eksakt. Të gjithë, jo 10. Po edhe një mos, edhe një. Të më bësh jashtë profilit... Ato ishin gjëra bazike të vërtetë. Unë gjëra shumë të thjeshtë. Diferencohet informacioni. Kultura e përgjithshme... Aq më i paditur bëhe. Si ishte? Sa më i ditur të jesh, aq më i paditur ndihesh. Sepse një njeri i ditur nuk mendon që i di të tëra. Një i paditur mendon që i ditur dhe i mençur, po. Sepse në atë rast edhe mund isha gjetur gafil, nuk ndoshta s'do thoja për ato gjëra jonje. Probabiliteti më i madh ishte të thoja që më fal nuk e di këtë. Ose probabiliteti i dytë ishte qeshja. Pyetja do duke shumë qesharake. Jo, e diti që dhe unë do përgjigjesha, ose edhe unë do thosha, mali mi lartë në Shqipëri, mali robit. Do ta thosha dhe unë. Unë do kësha kënaqësi ta thosha. Mënyra se si ti përgjigjesh, ku drejt gjë që s'do tregon shumë. Unë vdiqa me Kosovarin, vdiqa, djala që mira i mali, tha, kush mali më i lartë, tha, a i tha, sigurisht jo unë, tha, ajo që e pike. Është shumë i kulturuar, shumë i qytetruar. Është djallë shumë i mirë. Okej që është të mos e pranosh ti që s'di. A, pra, kjo është problem. Kjo është i gjithë problem. Kjo është problem, shumë e vërtet. Eva, shiko si është puna. Asë një njeri s'di. Më beso. Ka plot njerëz që mund të thonë, si se di ti këtë? Jo, dhe gjithë vazhdon që kur mëson një... Po nuk e di, Allah. Kupton se sa i paditurie, çdo ditë ti kupton sa i paditurie. Italinë, romakët të lashtë fare, latinët, kur meshin diplomat, mjekët, kur meshin diplomat, në diplomë në çdo fushë, shkruaj fjala idiot. Idiot në atë fushë, do me thënë, ti i kishe hyrë aq thellë dhe dije gjithçka. Jemi në minutat e fundit tani tek mesazhi. Ai mesazhi magjik. Gjërat, por fushën mesazhi duhet nxjerrim telefonin. Mesazhi magjik. Dori te kamera atje. Do ta filloj unë i pari te kamera. Aty drejtohu kamerës, lutem. Atëherë unë këtë një pjesë vogël e kam shkruar ndërkohë që po prisja në semafor, thonë që në semafor shkruhen gjëra shumë erotike o gjëra shumë thellë. Kështu që unë kam shkruar këtë. Dashuria është një vlerë e matshme, shkon për te realitetit të prekshëm, është diçka që na lidh mes një universit pafund. Atëherë ne duhet të ndjejmë gjithçka dhe të gjithkujt si të ishte e jona. Si të humnim dikë edhe pse ai njeri nuk është i yni. Sepse nëse gjithçka është e lidhur, rradha jo nuk është larg. Mendoni sot të bëni gjën e dur, pasi kur të vije nesërme me pyetjet e së ardhmes, s'do kemi kohë të justifikojmë mos veprimet e të sotmes. Të gjithë ata që i doni, të gjithë ata që njihni, të gjithë ata për të cilët keni dëgjuar ndonjëherë, çdo qenie njerëzore që ka ekzistuar ndonjëherë, ka jetuar jetën këtu mes nesh. Tërësia e gëzimeve, dhimbjeve, mirafeve, ideologjive, doktrina ekonomike, të sigurta, të vërteta dhe të pavërteta, herojnë, frikacak, çdo krijues dhe shkencëtar,
Çdo krijues qytetrimi, çdo shkatrues, çdo mbret, çdo njeri i thjeshtë, çdo çift i ri i dashuruar, çdo nën, çdo baba, çdo puthje, çdo fëmijë, plot shpresë, shpikës dhe eksplorues, çdo predikues i moralit, çdo politikan i korruptuar, çdo superstar, çdo udhëheqës suprem, çdo shenjtor dhe mëkatar, historinë e tij e ka jetuar këtu mes nesh. Ndoshta nuk ka dëshmi më të mirë të marrëzisë së krenarisë njerëzore se sa kjo pamje e botës sonë të vogël. Unë me thënë të drejtën, po mendoja, e kisha shkuajtur, por do them diçka tjetër që me qënë se ishte, do flas pak për nënat, me qënë se ishte edhe 8 marsi, mendoni pak për ato katedralet e bukra që janë të ndërtuar nga punëtor të panjohur, edhe që kanë vendosur orë të tëra, kanë vendosur gjithë lodhjen e tyre, gjithë talentin e tyre, për të krijuar edhe ato copëza të vogla që ndoshta dhe askush nuk i shikon, por në fund fare, mbas një pune kaq të lodhshme dhe edhe pse ishin punëtor të panjohur, ndërtuan kryeveprat e katedrales. A nuk është kështu edhe për nënat, që nënat pavarësisht se ndoshta ndjen të padukshme ose ndjen sikur puna e tyre nuk po shikohet, në fund ato janë duke ndërtuar kryeveprat në jetën e tyre. Shumë e bukur. Sevim. Unë tani me që kam një jetë me kauzën e grave, me që është marsi grave, me që shikoj që gruaja është gjysmë e shoqërisë dhe pjesa më e rëndësishme e shoqërisë dhe është ajo që na jep këto produktet, do me thënë, është baza, për mua është një grua e lumtur, është një shoqëri e lumtur, një grua e suksesshme, kemi një shoqëri të suksesshme, një grua edukuar, kemi një shoqëri të edukuar. Kështu që mesazhet ja dedikoj grave. Gruaja sot në Shqipëri është shumë më tepër se një rol, do me thënë ka më tepër se një rol. Ajo është vajza që jo ndëron, që sfidon paragjykimet, është bashkëshortja që mban gjallë dashurinë dhe respektin, jo në eshtje, por me dinjitet. Është nëna që rrit brezin e ardhshëm me forcë dhe urtësi. Është profesionistja që ngrihet çdo mëngjes për të ndërtuar një karrierë në një botë që shpesh ja vështirëson rrugën. Por mbi të gjitha, gruaja është zëri që nuk pranon mëheshtjen. Ajo ngrihet kundër dhunës, kundër padrejtësisë, kundër çdo muri që i vendoset përpara. Barazia nuk është privilegj, është e drejtë. Dhe lufta e saj për brezat është luftë për një shoqëri më të drejtë, më të ndershme, më njerëzore. Sot, le t'i themi së bashku, gruaja shqiptare nuk kërkon më aprovim, kërkon hapësirë dhe ajo do t'a marrë këtë hapësirë. Okej, mesazhit, lutem? Atëherë, mesazhi im përsëri është për familjen, që do thotë marr shkas edhe nga libri im ai që më bëri të famshme, që sot më saktë jam e njohur këtu që mund të them mund të jap një mendim për dikë tjetër. Sepse ti e ka kaluar testin që një njeri të flasi në televizion duhet të ketë bërë diçka të mençur. Po, prandaj jo të bëj bëma Facebook, po të ketë bërë diçka të mençur. Prandaj dal këtu dhe marr shkas nga libri dhe dua që ti të kap pjesën e asaj besmirës personazhit kryesor që ka libri Anatomia e një vrasje. Një vajzë e rritur me dhunë, e rritur e poshtruar nga një baba që ndihej thjesht i dështuar se s'kishte një djalë, nga një nënë që ishte thjesht fajtore se bënte vajza, nga një vlla që mori pushtet vetëm se ishte djalë. Dhe dua që familjeve të gjitha, ose më saktë të gjithëve ne, ku jap si mesazh të jenë mbështetje e familjarëve e fëmijëve të tyre. Familja është mbështetje. Nëse duam të ndihmojmë, jemi një kom që duam të ndihmojmë dhe gjithmonë ndihmojmë. Nuk ka nevojë të shkojmë të kërkojmë në Facebook për të gjetur dikë për bamirësi. Ta bëjmë në familje, ta bëjmë në shtëpi. Miku që nuk bën mirë është i njëjtë me mikun që nuk bën keq. Unë duhet ta them patjetër këtë. Nuk fletarioni, fleti. E vetmja gjë është që fëmijët, baballarët duhet i duan në mënyrë të jashtëzakonshme. Boll i keni sulmuar baballarët. Ua sa më pëlqeu kjo. O sa dua prit. Kojmë në reklama, jo nuk ka më kohë dhe takojmë me njerë në akuzë.